Jam në program me akademikun Zymer Neziri. Profesor Neziri, ju falenderoj shumë që pranuat ftesën për këtë intervistë për të folur për epikën historike. Ju jeni një ndër mbledhësit dhe njohësit ndoshta më të mirë dhe më të apasionuar pas epikës historike. Do thoja ndër epikologët e pak që kanë mbetur sot në hapësirat mbar shqiptare, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut e më gjerë. Faleminderit që pranuat ftesën dhe kënaqësi të bisedojmë për epikën historike bashkë. Fillimisht dua të di sa epikolog kanë mbetur në trevat shqiptare sot. Fillimisht edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën. Jam shumë i kënaqur dhe shumë i nderuar. Sa i përket pyetjes suaj për epikologët, unë prap mund të them që jemi pak, mund të them që jemi shumë pak, dhe në krahasim me nevojat, do duhej që të kemi spaku 2 institute kombëtare, fillimisht një në Tiranë dhe një në Prishtinë, pra, për epikën, sepse ende e kemi epikën njërën ndër më të mirat e Evropës, nëse nuk është më e mira, prap mund të them lirisht njëra ndër më të mirat e Evropës, me qenë se Evropa gati të pothuaj se ka mbetur pa epik, Gjermanët nuk i kanë më këngë të nivelongëve, pra një prej epikave më të mira evropiane dhe botërore, francezët nuk i kanë këngë të gjesteve, si u thonë le chanson du geste, nuk janë as ato më, dhe deri te Kalevala lart në Finland dhe poshtë deri te Spanja, pra Portugalia nuk ka. Këndej ky krah pra vazhdon jetën e vet, epika shqiptare e 2 krave, edhe krahu i moqëm, pra epika heroike legjendare dhe epika heroike historike. Po e përsëris edhe një herë, kemi nevojë për studiues. Dhe këta studiues duhet krijohen. Dhe nëse institutet tona përkatëse tash në Tiranë dhe në Prishtinë nuk e krijojnë kuadrin e ri, i cili do të vepronte në vitet 40 në të ardhmen apo jo, atëherë pa pikë dyshimi, nëse vonohemi, atër duhet presim në vitet 50, dhe janë disa dukuri, dhe më thonë, edhe etnokulturore në Evropë, të cilat kanë një afat, kanë një moshë, si që përmenda moshën gjermane, për fjala, moshën franceze, moshën finlandeze dhe moshat e tjera që u ka ardhur koha, që ato të mbesin në muze, të mbesin të thotë në arkiva, dhe të mbesin, dhe më thonë, në libra, po jo dhe të gjalla. Nuk mund të themi ne se do të jemi rasti i veçantë në Evropë, se ne do të jemi në 3 format, edhe forma e gjallë, pra edhe forma e shkruar, edhe forma arkivore. Prandaj nuk është vonë edhe sot që të përgatisim kuadrët e reja në Tiranë dhe në Prishtinë dhe të themelojmë nëse jo në institut të përbashkët që tash për tash kjo përbashkësia njëherë po pushon, e që nuk do duhet pushonte as në institut, as në akademi, nuk është vonë. Ne në Prishtinë provuam, u përpoqëm që të bëjmë diçka më njëherë pas luftës dhe kërkuam që 5 shtyllat albanëgjik në Institutin Albanëgjik të kalojnë në shkallën 25 punonjës shkencor nga asistenti deri te profesori. Por patëm pengesa me unë mikun, pra me Bashkinë Ndërkombëtare, sepse na konsideruan në fillim se ne jemi një nga ata që e pengojnë punën e krijimit të Kosovës multietnike, pra instituti ynë, kështu natyrisht thonin miqtë e servis dhe miqtë që nuk i kishin miq, dhe vërtet ata ja rritën qëllimit, sepse ishin Bashkia Ndërkombëtare, pra drejtuar në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë, dhe kjo vazhdoi kështu deri te ministri ynë i parë, i cili prap nuk ishte korrekt as me historinë, as me nevojat e etnokulturës shqiptare, kur ne e dorëzuam projektin për 80 asistentë. Po. Sot po t'i kishim, do të kishim jo 80 projekte, po do të kishim 80 magistratura, 80 doktorata, 80 postdoktorata, dhe spaku nga 2 monografi që bëjnë diku rreth 400 projekte në Albanëgji kemi minimos, vetëm pse një ministër nuk ishte i mbushur mend se kemi nevojë për 80 kuadro. Profesor Neziri, ju vini nga një krahin shumë e njohur, si ajo e Rugovës, për lahutën, për këndimin e këngëve epike historike, të eposit të kreshnikëve. Besoj ka lindur aty zanafilla e këtij pasioni për studiuar eposin e kreshnikëve. Po, keni të drejtë, edhe para, po edhe dyta,
ishte edhe e treta, detyrimi im, apo jo që të shlyj një detyrim prap, ndaj familjes time, ndaj katonit tim, ku është i lindur baba im, po dhe ndaj asaj krahine, sepse më vonë kuptova se pa pikë dyshimi është një ndaj prikat më të rëndësishme në Ballkan për ruajtjen e pikës heroike. Prandaj edhe u përcaktova në specializim, pra bashkë me nënë të tjerë, që të merremi pikërisht me epikën heroike ose me epikën dhe liriken, dhe rezultatet ishin të mira, sado që jo krejtësisht, dhe pastaj erdhi duke u dobësuar interesimi, dhe pastaj vitet ishin shumë të rënda, sidomos pas vitit 81, sidomos periudha 81-89, dhe ishte pastaj periudha e mbylljes së institutit dhe institucioneve në Kosovë, pra ne kemi punuar në një shtëpi private gjatë viteve 90, kemi botuar 88 herë, kemi marrë aq sa mund të bleje vetëm duhanin e muajit, po ata që ishin duangji, por punonin me vullnet, me zell shumë të madh, dhe kemi rritur pra që bëjmë një kolon të kërkimeve albanegjike në 5 fushat gjatë viteve 90, dhe këto ishin rezultate pa pikë dyshimit që nuk janë përsëritur edhe pas luftës, sepse kërkuam kushte, kushtet nuk i kishim, kërkuam statusin nuk na dhanë, madje na morën atë status që e kishim, po një pjesë e fajit ashtu edhe qeverive tona dhe ministrive tona përkatëse, të cilat deri në vitin 2011, do të thotë dikon rreth 12 vjet, thuja nuk janë marrë me institutin. Pak pas asaj kohe u stabilizua gjendja, po jo dhe me kuadra, u stabilizua vetëm gjendja e statusit ligjor, apo jo, se edhe pas status ligjor na trajtonin, dhe tash kemi punonjës shkencor në Institut Albanegjik më pak se sa që kishim pas luftës në vitin 99. E megjithatë, ndonë se keni punuar në kushtet vështira, një pjesë të kohës, keni arritur të mblidhni një fond të lavdërueshëm të epikës historike. Bëhet fjalë për të paktën 100.000 vargje epike dhe të botuara në 15 vëllime, njëri prej cilëve ndoshta është ky. Po ky ishte vëllim studimor, kurse vëllimet e materialeve janë ashtu saktësisht 15 të periudhës së parë, pra kur kam bërë kërkime për disertacionin e doktoratës, ishte periudha 79-88, dhe atë që thash në fillim të pyetja juaj e parë se gjendja do të ndryshojë, ashtu siç ka ndryshuar te popujt e mëdhenj, te epikave të mëdha të Evropës, do të ndryshojë edhe ndër ne, sepse në atë periudhë në vetëm në një krahinë të vogël etnogeografike, pra me 14 katunde, unë domethënë lodha 15 vëllime. Kreva fazën e hulumtimit, pastaj fazën e shënimit, fazën e incizimit dhe fazën e deshifrimit, dhe tash në krejt Ballkanin, pra në krejt Ilirikun, siç është quajtur përpara, nga Tivari deri në Garan të Kërçovës dhe nga deri në Fushkuqe, të deti, dhe nga Fushkuqja deri në Koplik, dhe nga Kopliku deri në Tuzë, pra janë 15 vëllime. Ky është projekti që e kreva të pas luftës, pra periudha 12-16 për UNESCO si dëshmi, se posti është i gjallë, për shkak se atje në UNESCO nuk i regjistrojnë njësitë që nuk janë të gjalla, dhe do të thotë se ajo që kishte vetëm një krahinë e vogël, Rugova, në ato vite, pra në gjysmën e dytë të 1900-shit, tash në gjysmën e parë të 2000-shit, domethënë krejt visët shqiptare, pra në 5 shtete ku jemi kështu të coptuar, duke hequr pjesën e Qamërisë, pra dhe të visëve tjera në Greqi, pra kemi një 15. Pra kjo është dëshmi se brenda një gjysmë shekulli gjendja ka ndryshuar. Po megjithatë, edhe kjo nxori, domethënë kjo ekspedit e shumë fisht, pra disa vjeçare nxori, domethënë një 15 tjetër, që edhe ky ka dikon mbi 100.000, rreth 114.000, dhe këto bashkarisht kalojnë 200 mishin, që në 600 mish janë 1/3. E 600 mishi është një shifër shumë e madhe, një shifër monumentale, një shifër nga njëherë dhe pa besueshme, edhe për studiosit jo vetëm evropian, po edhe të tjerë nga Azia,
dhe rasti konkret është viti 2012, kur unë referova që kemi kaq vargje, shifra 600.000, kinezët referuan për 400.000. Për eposin Gesari, cili këndoj edhe të povujt për rreth aty, sepse ai mbret asaj kohe kishte mbrojtur civilizimin kinez, po kishte mbrojtur civilizimet e tjera, bje fjala popullin Vietnamit, bje fjala të Kambodgjës, e kështu me radhë, viset e tjera. Dhe këndoshin këngë për te edhe në viset për rreth që thot janë rreth 1 milion. Po ata mbledhur i kishin vetëm 400.000. Kështu që shqiptarët aty dolen se ja u kalojnë kinezëve me mbledhjen e vargut epik, heroik, legjendar. Për fakt këto vargje sot, profesor, i kemi të dokumentuara. Megjithatë ne e dimë që me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, shumë tradita harrohen, shumë këngë nuk këndohen. Madje sot kemi edhe fare pak lahutar, përveç studiuesve dhe pak lahutar që të vazhdojnë traditën e këndimit apo të përçimit të tyre brez pas brezi. Kështu që në këtë kontekst bëhet edhe më e rëndësishme ruajtja e kësaj trashëgimie të pasur. Po tash, me qenë se projekti i Tiranës kaloi në UNESCO, pra kaloi vetë instrumenti, lauta, dhe të tjerët që punojnë lautën, pra lauta punosit apo lauta bërësit. Për pjesën e këngës nuk e di se nuk e kam parë projektin, por më thonë, nuk jemi keq, jemi mirë, po me gjithat ajo kryesorja kënga mungon atje. Pra kënga epika heroike legjendare mungon në UNESCO, dhe do duhet ishte, mirë po pat një problem Tiranë-Prishtinë, të pakanshëm natyrisht dhe s'dua ta përmend, kush pati fajtori ishin të dy palët, filloi Prishtina, pastaj vazhdoi Tirana, po unë besoj se një ditë do të harrohet edhe ky faj, një ditë kur do të jemi në UNESCO, pra kemi edhe dëshmi, e dëshmit janë 15 vëllime material, të gjitha janë edhe të incizuara, ka 5500 faqe incizim me kamerë, dhe të lautarët që përmendet ju, mund t'ju them se lautarë nuk janë pak, krahasim me përmasat ballkanike dhe evropiane, të instrumentit Menitel, unë kam evidencuar 148 lautarë, 148 në atë periudhë. Tash nuk janë të gjallë, rreth 30 prej tyre, po ka prapë mbi 100 që janë gjallë. Edhe që jetojnë në Evropën Perëndimore, bashkë me familjet e veta, që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra, ose dikun tjetër, dhe në Kanada, pra i kam gjurmuar. Sepse unë llogaritja se në UNESCO bje fjala kur të paraqitet projekti, ato do të kërkojnë kush i këndon. Duhet japësh një emër, një mbiemër, një vend banem apo jo, një numër telefoni, një adresë elektronike, edhe një repertor të lautarit. Dhe ato i keni kështu në vëllimin para këtij vëllimi, janë të gjitha, ka një libër po ashtu me 500-600 faqe, të cilat i kanë dëshmuar. Pra, kemi edhe një shkollë lahute në Prishtinë, pra, dhe Sokol Plakolli, kështu quhet një artist, ai e filloi këtë punë, unë e kam ndihmuar dhe ajo shkollë funksionon në kushte jo të mira, po me një vullnet jashtëzakonisht të madh, funksionon ka gati 7 vjet. Pastaj ka dhe festivalet e lautës, që do duhet, domethënë, në këtë rast, me qenë se tash janë detyrimet bje fjalat të Tiranës ndaj UNESCO-s, që vërtet të ndihmojnë që ata që janë pak lautar, domethënë të bëhen më shumë, të ketë shkollat e lautës dhe ata që i punojnë lahutat, pra lahuta bërësit, edhe ata t'i kenë kushtet më të mira të jetesës dhe për të vazhduar jetën, si më thonë, lahuta ndër ne. Ndërsa në Prishtinë është një gjendje tjetër, po me gjithat ka një vullnet, ka një zell, dhe atje prap kemi grupin e lahutarëve të Rrugovës, po kemi edhe të viseve të tjera të zonave jo malore, dhe unë po besoj shumë se tash, me qenë se veç lahuta është pranuar në UNESCO si vlerë universale e njerëzimit, e që shqiptarët, domethënë, e përdorin si instrument muzikor për këngët e veta, atër pa pikë dyshimi do të jetë edhe një trajtim shtetëror, pra institucional, dhe natyrisht atyre njerëzve do të përmirësohet jeta dhe të tjerët do të marrin mësim prej tyre dhe do të shohin një mundësi. Profesor Neziri, ju keni hulumtuar edhe në arkivat e Harvardit për epikën historike, por edhe në arkivat të tjera ndërkombëtare. Po, kam punuar dhe në arkivat tjerë, po këto janë dy pikat kryesore për Harvardit dhe Vjena,
dhe në Vjenë kam kërkuar do shkrimet e profesor Maksimian Lambertit, i cili është marrë mbi 20 vjet me epikën e shqiptarëve, dhe është, si të themi, edhe aja e studiuzëve të jashtëm, kurse në Harvard jam marrë me koleksionin e Milman Perit, në kuadrët e tij është edhe koleksioni i Albert Lordit. Atje jam paraqitur për disertacion shumë vjet përpara, dhe pas 28 vjetësh erdhi radha të shkoj atje sepse nuk kisha leje për të larguar nga Jugoslavia, dhe Harvard atje ruhet njëri për koleksioneve më të mëdha në botë, dhe për shqiptarët natyrisht vetëm pjesa e Lordit e vitit 37, ajo ka mbi 20.000 vargje të poset kërshnikëve. Kurse pjesa e përbashkët e profesorit Milman Peri, ajo 33-35, saktësisht incizimet u kryen me 34-35 në Jugosllavinë e hershme, pra Jugosllavinë e parë, edhe ato janë të kënduara nga lautarët më të mirë prapë shqiptar, të cilët këndonin në dy gjuhë, edhe në gjuhën bosnjake, pra edhe në gjuhën shqipe, disa nuk kanë kënduar shqip, po ishin shqiptar, dhe edhe kjo është një pasuri botërore, sepse aty për dy lautarët më të mirë, është thënë se janë Homerët e fundit të Evropës, po që të dy ishin shqiptar. Pra ishte Sali Ukla, pra që në atje administrohet pra si Sali Uglanin, si pas katunit të vetë, pra i fisit Kelmend, dhe ishte tjetri që nuk deklarohej për katësin, sigurisht nga Afrika, sado që bante pisin e bardhë në kokë, pra ishte Abdullah Ferizi, ose Abdo Ferizi, ose Abdo Megjedović, si shënohet atje. Pra ata ndër shqiptarë gjetën Homerët e fundit. Ata erdhën për të dëshmuar për, si më thonë, për vijimsinë e këngës epike të tipit homerik, pra, më thonë, nga koha e vjetër, pra, deri në kohën më të re, pra, deri në shekullin 20. Dhe natyrisht vazhdojnë të tjerë, tash vazhdojnë David Elmer, një fjalë këtë fushë, që kam pasur fatin të bashkëpunoj me të në Harvard nga viti 2002, vazhdoj edhe sot, po edhe të tjerët, dhe tash jemi, dhe më thonë, aq mirë sa atje, po zëmë, Shqipja veç filloi të jetë një gjuhë e pranueshme në Harvard, pra nga fillimi i studimeve deri te shkolla pas studimeve, jo detyrimore, po e pranueshme, dhe njëherë ashtu shoqata e studentëve shqiptar, të cilët të organizuan ligjatën time para 3 vjetësh, dhe gjendja në Harvard ndryshoi edhe me diçka tjetër. Atje u botua për herë të parë një tekst shqip dhe anglisht, domethënë pas 400 vjetëve të ekzistimit të Universitetit Harvardit, që dini që është aja në 4000 universitetet e Evropës, të Amerikës dhe të botës, pra, Amerikanët kishin 4000 atëherë. Dhe është fat i madh, për thonë, që jemi aty, është prania jonë aty, po sidomos prania materialit, të cilin nuk e kanë marrë parasysh të tjerët nga mosjoja e gjuhës shqipe, me përjashtim të një rasti të John Kolecit apo John Kolcit, që ka qenë aty student dhe aty ka doktoruar në vitin 67, pastaj ka punuar në Universitetin e Teksasit në Austin. Pra, tash për tash, kjo është gjendja, pra ne i kemi jo një arsye, po shumë arsye i kemi që të vazhdohet puna në fushën e epikës, pra me student të cilët nesër do të jenë epikologë të mirë, do të jenë të dobishëm, jo vetëm për kulturën shqiptare, po dhe evropiane, po pse jo dhe botërore. Po, profesor, ju folët për të paktën 600.000 vargje të epikës historike, vendosur në një kontekst më të gjerë ballkanik, krahasuar për shembull edhe me eposin serb, fjala vjen. Çfarë mund të themi për epikën tonë historike? Epika jonë heroike, legjendare, pra që vjen deri te betejë e parë e Prishtinës apo te Prishtina që ndodhi me 1389, deri më sot ne kemi marrë si një datë e fillimit të epikës heroike historike, pra betejë e parë, domethënë 1389, dhe në vijimsi, pra deri te lufta shërimtare, 3 ushtrive shërimtare, lufta e fundit, pra 97-2001. Bje fjala vetëm për të fundit, mund t'ju them, si cikël i këngëve epike heroike historike, kemi mbi 2000 këngë, vetëm për të fundit. Po se janë mbi 2000 sa personazhe që kanë statusin e dëshmorëve ose të heronjve. Pra kemi një epikë shumë të fuqishme, një prej epika, po them, jo më të forta në Ballkan,
po mund themi lirisht edhe më të fortat në Evropë, ndoshta edhe më tutje. Flitet shpesh që ka ngjashmëri mes epikës historike shqiptare për shembull dhe asaj serbe. Jo, serbët kanë një epik, pra kishin vërtet një epik, po një epik që pastaj ka vazhduar jetën e vet kryesisht me rapsot që vinin nga viset dinarike, të dikushme që ishte Shqipnia, si thonë, veneciane, apo jo, vinin nga pjesa dalmate, vinin nga Bosnja qendrore, dhe ata kanë vazhduar jetën e vetë, në këngën e vetë, pra sado që në një territor tjetër, kurse epika serbe nuk është në ngritje, është një epik në ranje, ata janë të regjistruar në UNESCO, pra, dhe kanë regjistruar tepër pak material, ajo pak për ta përfaqëson shumë, dhe për ne që kemi aq shumë, sa mund të shtyhemi edhe me fuqitë e mëdha, domethënë të epikës botërore dhe me popujt shumë të mëdhenj që kalojnë dhe 1 miliard e sa banor, domethënë jemi tepër mirë, po jemi keq, po them prapë me kuadrat që thash më përpara, sepse po t'i kishim kuadrat në tryezat e vlerave ku shihen, po atëherë do t'ishim të pranishëm dhe mos prania jonë të tjerë t'i habit. Unë prapë po e përmendi bje fjala konferencën botërore të Pekinit për studimet epike në Akademinë e Shkencave atje, një vajzë që kishte mbaruar studimet në Landër. E qitën atje të para publikut, para pjesëmarrësve, që të tregoj se në hartë ku është Shqipëria. Po me qenë se unë nuk shkova si Republikë e Kosovës, se nuk më dhanë pasaportën, më thanë shkon Beograd, thash nuk shkoj, shkon Bullgari, thash po me atë në Shkup. Tha bënë në Shkup, thash po, se s'me atë në Tiranë. Përmendët që nuk ju a dhatë pasaportën dhe më rikthyet në mendje ato që kam lexuar për ju, sepse keni qenë 3 herë i burgosur politik dhe pastaj 5 herë i përjashtuar nga puna dhe për rreth 30 vjet nuk ju është dhënë pasaporta udhëtimit për jashtë shtetit. Pra, nga 1968 deri në 78 dhe ka 81-shi deri në 99-ën. E habitshme që përsëri edhe në këto kora lirie kur jetojmë, nuk ju jepet pasaporta. Krahasim me brezin tim dhe brezin paraardhës, brezin e Demaçit, dhe një brez tjetër, brezin e Nacional Demokratës, po dhe brezin pas meje, brezin 81 dhe brezin brezin e viteve 90 nga aksionet e para të armatosura dhe të formimi 3 ushtrive qërimtare. Kjo dëshmon se lëvizja kombëtare atje ka qenë shumë e vështirë, por nuk është ndalur. Ka vepruar në kushtet e jashtëzakonshme, por nuk është ndalur. Ka vepruar në rrethonat e jashtëzakonshme në raport me shtetin Jugosllav, nuk është ndalur. E unë po përmend një shifër, e cila është shifër tashmë edhe në libër, pra në një tekst të botuar në Institutin e Historisë, vetëm në Jugosllavinë e dytë janë mbajtur, janë vërtet ka aktgjykime për 666 shekuj burg politik. Pra ti 6 për 3 milion njerëz, pra sa ishim atër në Jugosllavinë e dytë. Pastaj llogaritën në Jugosllavinë e parë, një shifër që nuk mund ta konfirmoj për shkak se e kam vetëm të dëgjuar, po që thuhet se është matur kështu në Vjenë, e matje ndoshta nga Shmiti, edhe atje llogaritët që janë poashtu rreth 300 shekuj, domethënë bëjnë gati 1000 shekuj brenda 100 vjetësh, pra 1000 shekuj burg politik. Pra lëvizja politike pra nuk është ndalur dhe të gjithë brezat, domethënë atje kanë vojtur, por megjithatë krenaria kombëtare ka qenë shumë e lartë, një prej krenarive vërtet sigurisht më të lartat në Evropë, sepse në ato rrethana asnjë popull i robëruar, domethënë nuk do ta bënte një sakrificë të tillë, por sakrifica u bë, ishte fati i madh që ekzistonte shteti shqiptar, ishte fati i madh që dëgjoi kënga shqipe, qoftë fshehurazi, pra sidomos fshehurazi, lexoi literaturë e ndaluar po ashtu shqip, dhe ekzistohet pra lëvizja kombëtare dhe frymëzohej edhe djentët që ka një vend në botë, si thonë, që quhet Shqipëri, një vend ku jetohet shqip, dhe një vend që na frymëzonte dhe besonim shumë se ai frymëzim pra do të na mbajë gjallë, dhe vërtet na ka mbajtur gjallë, dhe kështu sot jemi aty ku jemi, por prapë kthehem te epika. Epika natyrisht ka qenë epikë ndaluar dhe të merresh me epikën ka qenë problem.
po zëm rasti im, bje fjala 19 vjet i përjashtuar nga instituti, por megjithatë, domethënë, unë nuk jam dalur, kam vazhduar në rrethana jo të mira, jo të lehta, po kam ecur tutje. Po, prapë kthehem te brezi, demaçi bje fjala kam mbajtur rreth 30 vjet burg. Dhe shumica të burgosëve në politik fillojnë me minimumin rreth 4-5 vjet dhe vazhdojnë, domethënë, me maksimumin. Dhe kanë hequr keq, disa nuk janë kthyer nga burgjet fare, si thonë janë kalur në burgje se nuk u dihen as varret. Pra lëvizja ka qenë shumë e vështirë, po megjithatë unë jam krenar që i takoj asaj lëvizje, i kam takuar, por megjithatë ka dhe shumë më të hequr keq se unë. Profesor, ju falenderoj shumë për kontributin tuaj, ju uroj shëndet edhe të keni sa më shumë vite përpara në mënyrë që ta çoni edhe më shumë përpara, edhe më tej përpara këtë mision të bukur të zbulimit dhe të dokumentimit të epikës historike shqiptare. Ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj shumë.